Mirë mbrëma, motra dhe vëllezër. Zoti ju bekoft. Çfarë lumturie pafundme të jemi të mbledhur këtu sot për të ndarë bashk këtë moment për lëvdimi për Perëndin ton. Por ajo çfarë e bën edhe më të bukur dhe na shton më shumë lumturinë është të qenit të shoqëruar nga motra jon Maria Luisa, të cilës duam t'japim një përshafim të fortë me anë të duartrokitjeve tona. Mirëmbrëma vëllezër, Zoti ju bekoft, motrat, fëmijët, ata që më shohin atje në ekran, sonte pa shumë prej jush atje. Zoti im ju bekoft. Mund të uleni vëllezër dhe motra dhe vazhdojmë ta lavdërojmë Zotin kur ne gjejmë kohë ose lëm mënjan kohë për të ardhur në kish, duhet të përgatisim zemrën. Duhet të gjejmë kohë për Perëndin ton dhe t'ja kushtojmë atij, duke lënë pas problemet, vështirësitë, mundimet. Disa persona ndoshta mësohen të vinë për të kërkuar profeci, ka shumë në përgjithësi, në të gjitha kishat tona të cilëve u pëlqen të vinë vetëm për të dëgjuar, për të kërkuar profeci, dhe unë e di se profecia është shumë e bukur, shumë e mrekullueshme, dhe Perëndia na ngushëllon. Por unë do të thoja se nëse mua Perëndia më ngushëllon, mjaftueshëm unë do të qëndroja një javë, 15 ditë ose një muaj pa kërkuar më profeci, sepse me një profeci që marr, që Zoti më flet, më thot diçka, më bën premtime, dhe që Zoti më ngushëllon, unë mendoj se kjo është e mjaftueshme. Na mjafton për një kohë të gjatë. Dhe atëherë, ditët e tjera, le t'ja kushtojmë atij. Kur të vim, të mos vim me atë mendësi, dua që sot të m'japim profeci, por më mirë, me një zemër të përgatitur, gati për t'ju lutur Perëndis, për t'i thënë Perëndis kaq shumë gjëra, sepse ne kemi shumë për t'i thënë Zotit. Ne kemi shumë për të folur, shumë gjëra për të folur me Perëndin. Kur ne takohemi me një të njohur, me një mik, me një mike, me njerëz të afërt nga familja jon, fillojmë të flasim, kalojmë kohë duke folur dhe kemi shumë tema. Dhe flasim dhe nuk lodhemi duke folur. Pse të mos bëjmë të njëjtën gjë me Zotin? Le t'i tregojmë Zotit kaq shumë gjëra, ta pyesim, ta pranojmë, të lexojmë Biblën, t'i lutemi, t'i këndojmë, për shembull, ditët e kulteve të adhurimit. Janë ditë që duhet t'ja kushtojmë për të pasur atë bashkësi me Perëndin. Dhe të kesh bashkësi me Perëndin është të jesh afër me Zotin. T'i flasim Zotit çdo gjë, të mirë, të keqe që kemi bërë gjatë ditës ose gjatë ditëve, për çdo gjë që ka ndodhur, që na ka ndodhur. Ta pyesim Zotin për kaq shumë gjëra. Për familjen tonë, për fëmijët tanë, për njerëzit tanë të dashur, për ata që janë të sëmur, për ata që kanë sëmundje të pashërueshme. Mirë, janë kaq shumë gjëra për të cilat ne mund të flasim me Zotin, të bisedojmë dhe t'i vendosim ato në praninë e Zotit. Kur ne e bëjmë këtë me gjithë zemrën tonë, Perëndia na dëgjon. Dhe Zoti na ndihmon të zgjidhim çdo gjë, na ngushëllon, na jep zgjidhje për problemet, për vështirësitë, dhe atëherë Zoti kënaqet me ne për të gjitha ato që ne bëjmë për të. Është gjithashtu e rëndësishme që kur ju lexoni Biblën, ju të reflektoni mbi leximin dhe të përpiqeni të mësoni për veten tuaj, për jetën tuaj, shfrytëzojeni leximin, ato shkrime.
Mos mendoni se ato shkrime ishin vetëm për të kaluarën, për lashtësinë, ose se ishin për një personazh të veçantë. Mendoni se ato janë për ju po ashtu. Dhe se ashtu si Perëndia u foli atyre personazheve, Perëndia na flet, na qorton edhe ne për të njëjtat gjëra. Prandaj edhe kjo është shumë e rëndësishme kur ju lexoni Biblën. Ta merrni për veten tuaj, për jetën tuaj personale, që t'i pëlqeni Perëndis. Sepse ka shumë persona që vinë në kish, u pëlqen, por nuk kthehen te Perëndia. E dini se ka shumë që nuk kthehen te Perëndia? Në rrugtimin tim dhe në përvojat që unë kam pasur në përkishat tona, me vlezrit dhe motrat, unë kam zbuluar. Zoti më ka lejuar të zbuloj shumë që nuk janë kthyer te Perëndia. Dhe njëherë u takova me një të ri, ai i ri thoshte se që fëmijë ishte pjesë e kishës. Në këtë moment ai duhet të jetë rreth 48 vjeç paka shumë dhe kishte qenë gjatë gjithë kohës në kish, vinte duart, profetizonte, ishte një pjesëmarrës i rregullt. Një ditë unë u takova me të rastësisht dhe ai erdhi për të më kërkuar një orientim, një këshill, dhe Zoti vendosi fjalë në gojën time dhe i tha: ti nuk je kthyer te Perëndia. Unë u shqetësova, sepse thash, po ky person ka kaq shumë vite në kish, mund të thuhet se pothuajse lindi, kur lindi ishte pjesë e kishës, dhe Perëndia ti thot se ti nuk je kthyer. Ai heshti. Nuk u përgjigj. Por më pas hetuam, kërkuam, dhe me të vërtet ai nuk ishte kthyer te Zoti sepse kishte një mëkat të fshehtë. Dhe ai e praktikonte atë mëkat. Gjithmonë e bënte. Unë u friksova, u shqetësova, që ja kisha thënë atë gjë, por e kuptova se Perëndia më kishte përdorur për t'ia thënë ato gjëra, mu dukën si shumë të forta. Si fjalë shumë të forta, por ishte e vërtet. Dhe ashtu si ai ka shumë që kanë shumë vite në kish dhe kanë marrë pjesë në gjërat shpirtërore dhe nuk janë kthyer te Perëndia. Dhe vjen momenti i sprovës, i vështirësisë, kur djalli vendos një kurth jetës atij personi, atëherë ai person ligështohet plotësisht dhe bie. Dhe Perëndia e lë vetëm personin. Perëndia e lë vetëm këtë person sepse i dha shumë mundësi, i dha gjithë jetën si mundësi, por ai nuk deshi të ndreqej, të korrigjohej, vazhdoi të bënte të njëjtën gjë, dhe vjen momenti kur Zoti e lë këtë person të bëjë çfarë të doj dhe Perëndia largohet. Kjo është shumë e trisht, vëllezër dhe motra, shumë e trisht të dim se Perëndia largohet nga jeta jon, nga qenia jon. Prandaj ne duhet të luftojmë gjithmonë, ta hapim, ta përgatisim zemrën tonë dhe të jemi të sinqertë me Perëndin, të përpiqemi të ndryshojmë, ta heqim atë personalitet të vjetër, njeriun e vjetër, siç thot Bibla, mëkatet, ato gjëra që praktikonim, dhe të përpiqemi t'i pëlqejmë Perëndis, që Perëndia të jetë me ne. Ka shumë persona po ashtu që më kërkojnë dhe më thonë: Perëndia kurrë nuk e dëgjon lutjen time. Unë lutem dhe Perëndia nuk më dëgjon. Atëherë, unë u them, duhet të jetë sepse ju po gaboni para Perëndis. Ka gjëra që ju mungojnë para Zotit, prandaj Perëndia nuk ju dëgjon. Ndoshta ju ende po praktikoni gjëra që Perëndis nuk i pëlqejnë. Në shtëpinë tuaj si jetoni, si është martesa juaj, si është familja juaj, si jetoni në shtëpinë tuaj, po i zbatoni të gjitha urdhërimet e Zotit, a mos vallë po bëni gjëra që nuk i pëlqejnë Perëndis, po besoni në ogure,
po besoni në bestytni, supersticione, po praktikoni gjëra të tilla. Gjithashtu pak kohë më parë njoha një familje që kishte shumë vite në kish dhe praktikonin magjin. A nuk mendoni ju se kjo është shumë e trisht? Po apo jo? Kjo është shumë e trisht. Kjo sjell trishtim. Kur njeriu është në dieni që persona që kanë shumë vite që vinë, që dëgjojnë mësimin e predikuesit të ejnëten ose të mërkurën, dëgjojnë mësimin të dielën, dëgjojnë studime biblike në një mënyrë ose në një tjetër, gjithmonë janë duke dëgjuar mësimet dhe personat nuk e kuptojnë që ai që po bëjnë është e keqe, është mëkat përpara Perëndis të praktikosh magjin. Kështu që vëllezër dhe motra, prandaj unë gjithmonë sa herë që kam mundësinë të vizitoj kishat tona, unë ju flas kështu, ndoshta jam e ashpër në atë që them, por ky është realiteti dhe unë dua që të gjithë të kemi kujdes, të ruhemi, që të gjithë të vazhdojmë rrugën drejt jetës së përjetshme, që të ndjekim hapat e Zotit dhe që Zoti të jetë i kënaqur me ne. Kjo është ajo që unë dua, vëllezër dhe motra, sepse unë ju dua të gjithëve dhe dua që të gjithë të shkojnë në jetën e përjetshme. Prandaj Zoti nuk mund të më vendos mua si gjykatëse. Nëse Zoti më vendos mua si gjykatëse, nuk mundet, sepse unë të gjithëve ju dërgoj në jetën e përjetshme pa parë nëse e meritoni apo jo, sepse unë ju dua, sepse unë e dua atë punë që Perëndia ka vendosur në jetën time, në qenien time. Por gjithashtu ndihem e trishtuar dhe e zhgënjur kur marr vesh, kur vihem në dieni për raste të tilla, për njerëz që kanë shumë kohë në kish dhe ende praktikojnë mëkatin në shtëpinë e tyre, në jetën e tyre. Kjo është shumë e trisht. Të tjerë nuk kthehen te Perëndia dhe vazhdojnë ashtu. Kështu që kur më thoshin Perëndia nuk më dëgjon, unë lutem dhe Zoti nuk më dëgjon, po vuaj ka mundime, sëmundje. Shikoni si është familjari im në gjendje vegetative. Kur një person është në gjendje vegetative, ta keni të sigurt se ky është një ndëshkim që Zoti po jep ndaj të sëmurit ose ndaj familjes së tij që të vuajnë. Atëherë është pikërisht aty ku ne duhet të pendohemi dhe të kërkojmë se ku kemi gabuar para Perëndis dhe që Zoti të na ndihmojë të ketë mëshirë dhe të na falë. Kjo është ajo që ne duhet të bëjmë, vëllezër të dashur dhe motra të dashura, që ju të gjithë të jetoni një jetë të shenjtë dhe të drejtë. Sot do të lexojmë disa vargje të apostullit që të mësojmë për të mësuar, sepse ne sot jemi në kish. E dini një gjë, vëllezër dhe motra, që unë kam zbuluar gjatë gjithë këtyre 60 viteve të përvojës sime me Zotin, kam zbuluar se ne sot jetojmë të njëjtën gjë si populli i Izraelit në lashtësi. Po jetojmë njësoj. Në lashtësi populli i Izraelit gaboi para Perëndis. Populli i Izraelit u bë idhujtar, praktikuan shortarin, u bën spiritist. Mirë, u prishën, u korruptuan, u larguan nga Perëndia. Dhe Perëndia e ndëshkonte popullin në mas, i ndëshkonte të gjithë. Nëse njëri kryente një mëkat, ndëshkonte të gjithë popullin. Zoti dërgonte një murtaj dhe vdisnin 5.000, 10.000 ose sa të ishin. Dhe sot në kishën e Zotit Jezu Krisht, Zoti poshtu ndëshkon, por jo në mas, jo të gjithë kishën, por atë që bën gabimin. Burrin që kryen gabimin, gruan që kryen gabimin, e ndëshkon. I ndëshkon. Njerëzve nuk u pëlqen që ne të flasim për të keqen. Dhe as nuk u pëlqen që dikush të thotë se Perëndia ndëshkon, se Perëndia zemrohet, se Perëndia është zjarr gllabrues. Njerëzve nuk u pëlqen sepse njerëzit thonë jo, Perëndia është dashuri. Perëndia është dashuri dhe duke qenë se Perëndia është dashuri, ai na shkalon të gjitha, e na shkalon edhe mëkatin. Dhe nëse kjo do të ishte kështu, atëherë ne këtu do të ishim duke humbur kohën. Por ne jemi këtu me dëshirën për të përsosur drejt jetës së përjetshme, sepse nëse Perëndia do të ishte vetëm dashuri dhe na shkalon çdo mëkat dhe çdo gjë për hir të dashurisë, atëherë kishat do të ishin të panevojshme dhe secili prej nesh në shtëpinë e tij do ta kërkonte Perëndinë në mënyrën e tij. Por nuk është kështu, sepse Perëndia po është dashuri, por ai na ka dhënë urdhërimet
që ne ti zbatojmë dhe ti pëlqejmë Perëndis ton. Dhe aty po Perëndia është dashuri kur ne i pëlqejmë atij, por për atë që nuk e kënaq atë, Perëndia nuk është dashuri. Për atë që nuk e kënaq. Prandaj kur ne lexojmë psalmet, ju rekomandoj po ashtu që të lexoni psalmet shumë, sepse psalmet janë profeci, janë fjalë profetike që Zoti Jezu Krishti ja tha Atit, Ati ja tha Kishës, Kishës e tij ja tha Zotit, dhe ato janë dialog dhe janë fjalë të Zotit, sepse ai dëshiron që edhe në qenjet njerëzore të jetojmë ato gjëra, të largohemi nga ajo që është e keqe dhe të kuptojmë mirë dhe të dimë ta njohim Perëndin, çfarë do Perëndia që ne të bëjmë për t'i pëlqyer atij. Ashtu si një varg në një psalm që thot, ai që do të ecë me ndershmëri, ai do të jetë shërbëtori im. Kështu thot një varg. Do të jetë shërbëtori im. Atëherë ne themi Zot, unë jam duke ecur me ndershmëri, sepse është ungjilli yt i përsosur, janë urdhërimet e tua dhe unë po përpiqem të bëj vullnetin tënd. Prandaj unë jam duke ecur me ndershmëri. Një ditë do të arrij të jem plotësisht i ndershëm, i përsosur. Ndërkohë, Zot, ti premton se ata që ecin me ndershmëri do të çfarë? Do të jenë shërbëtor të Perëndis. Thot, ai do të jetë shërbëtori im. Pra e shihni, vëllezër dhe motra, sa gjë e bukur është të lexosh psalmet. Të lexosh psalmet është gjë shumë e bukur dhe ti zbatosh ato në praktik. Janë këshilla. Të gjitha këto janë këshilla që unë po ju përcjell, që secili prej jush të përsoset çdo ditë më shumë dhe të jetë më i mirë për Zotin. Le të hapim Biblën këtu te libri i Efesianëve 4. Te Efesianëve 4, duke filluar nga vargu 17, apostulli Paul, me anë të zbulesës së Perëndis, le të kujtojmë se apostulli Paul kaloi 2 vjet në shkretëtir duke mësuar doktrinën e Zotit. Ai vetë dëshmoi dhe tregoi se kishte qenë atje duke marrë mësimin. Dhe Zoti ja zbuloi doktrinën. Thot apostulli Paul se ai nuk e mësoi doktrinën nga apostujt e tjerë, do me thënë nga Pietri, nga Gjoni, nga Jakobi, të cilët kishin ecur me Zotin Jezu Krisht, dhe Pali thot se ai nuk e mësoi ungjillin prej tyre, por se vetë Zoti ja mësoi doktrinën e ungjillit kur ai jetoi, kaloi 2 vjet në shkretëtir duke u përgatitur në doktrinë. Dhe pastaj, pasi u përgatit, erdhi dhe u vu në kontakt me apostujt që kishin jetuar ose kishin bashkëjetuar me Zotin Jezu Krisht. Atëherë ata e besuan Palin sepse pan dëshminë e tij dhe pan se ai kishte doktrinë dhe se Perëndia e përdorte dhe se Perëndia bënte mrekulli duke përdorur atë, prandaj ata e besuan Palin. Prandaj kur ne lexojmë të gjitha letrat e Palit drejtuar popujve, qyteteve të tjera, ne nuk do të dyshojmë. Ne dim se të gjitha këto ai mësoi me anë të zbulesës së Perëndis. Dhe këtu te Efesianëve 4 në vargun 17, këtu në Bibël ka një nëntitull, thuhet thirrje për një jetë të shenjtë në Jezu Krishtin. Thot, këtë pra them dhe dëshmoj në Zotin, të mos ecni mës si po ecin ende paganët e tjerë që ecin në kotësinë e mendjes së tyre. Kush ishin paganët e tjerë? Paganët e tjerë ishin njerëzit që nuk i përkisnin popullit Izraelit. Le të mos e harrojnë këtë vëllezrit dhe motrat që studiojnë, sepse unë e di që shumë prej jush janë studiues të Biblës, shumë prej jush u kushtojnë shumë vëmendje mësimeve, por ndoshta ka disa që ende janë të rinj, ndoshta, dhe nuk e din këtë. Le të kujtojmë se në lashtësi ishte populli Izraelit
dhe të gjitha kombet e tjera quheshin pagane. Kombet e tjera të huaja, jashtë popullit Izraelit, jashtë atij kombi, quheshin pagan ose të huaj. Dhe Zoti e urdhëroi Palin që tu fliste për ungjillin paganëve. Prandaj Pali u thot besimtarve, sepse këtu i flet kishës në Efes, u thot të mos ecni më si po ecin ende paganët e tjerë. Ata ecin në kotësinë e mendjes së tyre. Çfarë ishte kotësia e mendjes së tyre? Në atë kohë bizotronte shumë idhujtaria. Të gjithë paganët ose të gjitha kombet e huaja kishin perënditë e tyre. Çdo qytet ose çdo vend kishte një perëndi të ndryshme ose kishin shumë perëndi. Prandaj ishin me mira perëndi dhe me mira besime, ogure, bestytni, supersticione, kultura, siç i quajnë sot njerëzit. Në kohët moderne thonë, kjo është kultura e popullit, kjo është kultura, kjo është tradita. Por për të mos pranuar se këto janë idhujtari dhe zakone pagane, që njerëzit i kanë përcjell që nga lashtësia, kur u larguan nga Perëndia i vërtet. Pjesa e idhujtarisë quhet kotësi. Fjala kotësi që gjendet në Bibël nuk flet për zbukurimin e jashtëm të grave ose të burrave. Flet për idhujt, për besimet, sepse në lashtësi dhe megjithse edhe sot bëjnë të njëjtën gjë, njerëzit besojnë te demonët dhe i adhurojnë, i nderojnë, besojnë te të vdekurit dhe i nderojnë, i adhurojnë. Besojnë te statujat e idhujt, te pikturat, ka shumë perëndi, perëndit e Indis, të Afrikës, perëndit atje në Japoni, dragoi, gjarpri, bretkosat, të gjitha këto janë perëndi. Breshkat, të gjitha këto janë perëndi që kanë kombet. Këto ekzistojnë edhe sot, por ne po flasim për në lashtësi. Këto besime quhen kotësi. Kotësia e qenjes njerëzore që ju dorëzua, që ju dha këtyre kotësive dhe e harroi Perëndin. Kështu që shpresoj që sot vëllezërit dhe motrat të dalin mësues me mësimin mbi kotësinë. Pra thot se ecni në kotësinë e mendjes së tyre sepse ishin shumë idhujtar. Në Efes, njerëzit adhuronin shumë idhuj. Perëndesha Diana, besoj se ishte perëndesha Diana, perëndesha efesianëve që ishte perëndesha kryesore. Dhe Palit ju desh të përballej me gjitha ta njerëz, me gjitha të idhujtari ose me gjitha të kotësi. Kjo quhet kotësi. Dhe thot këtu vargu 18. Besimtar, mos e keni mendjen të errësuar. Mos u largoni nga jeta e Perëndis për shkak të padijes që është në ta dhe të ngurtësimit së zemrës së tyre. Janë të paditur rreth fjalës së Zotit, janë të paditur rreth fuqisë së Perëndis dhe lën veten të kontrollohen nga mendja e errësuar, domethënë të ngathët, kokfort, të marrë, të shurdhër ndaj fjalës së Perëndis, ndaj rrugës së Zotit. Dhe thot vargu 19, ata që ecin me mendje të errësuar, thot 19. Ata duke u bërë të pandjeshëm, e lëshuan veten në shthurje, duke kryer çdo papastërti me lakmi të pangopur. Pra apostulli po thot se ata njerëz që lan veten të tërhiqeshin, të kontrolloheshin nga mendja, nga kotësia, u tërhoqën nga gjitha i mëkat, thuhet se filluan dhe lëshuan veten në shthurje, duke kryer çdo lloj papastërtie. Me këto gjëra ata e fyenin shumë Perëndin. Kur ne lexojmë në librin e Ezekielit, te Ezekieli, Perëndia i tregon Ezekielit, e çoi në vegim në tempullin që kishte ndërtuar Salomoni. Në atë tempull
që Salomoni e kishte ndërtuar që emri i Zotit të nderohej, a e dini se çfarë bën izraelitët? Izraelitët u tërhoqën nga kotësia e kombeve të tjera dhe filluan të besonin ato perëndi, në të cilët ata besonin. Dhe atje në tempull pati një periudhë kohore ku në vetë tempullin e Salomonit ndërtuan disa dhoma dhe filluan të prostituoheshin. Sillnin gra dhe prostituoheshin brenda tempullit, kishin statujat e perëndive të kombeve të tjera dhe prostituoheshin dhe thonin se ky ishte një nderim që po i bënin atij perëndie. Do me thënë, të bëje atë akt ishte për të nderuar një perëndi X, Molekun, Ashtarothin ose kujdo tjetër, të gjitha atyre perëndive të kombeve të atyre popujve të huaj. Këtë bëri populli i Izraelit, nëse ju doni të habiteni. Nga ajo që bëri populli i Izraelit në atë kohë që e përdhosën tempullin e Zotit, lexoni te Ezekieli dhe atje do të gjeni atë histori, dhe atëherë aty Perëndia u zemrua, prandaj Perëndia i ndëshkoi dhe e shkatroi qytetin e Jeruzalemit, e shkatroi tempullin, shtëpit, gjithçka u dogj sepse Zoti u zemrua. A kishte Perëndia të drejtë po apo jo? Zoti kishte plotësisht të drejtë që të zemrohej. Ata shkuan pas kotësisë së mendjes së tyre nga ato kombe duke bërë atë që bënin njerëzit e tjerë, të mëkatonin. Prandaj të gjitha këto quhen shthurje. Ajo shthurje, ato orgji, kryerja e gjërave kundër natyrës, të pandershme, të turpshme përpara Perëndisë dhe duke thënë se i bënin për të nderuar Perëndit. Këtë e bën brenda tempullit, prandaj tempulli i Salomonit u shkatrua, Perëndia lejoi që ai të shkatrohej sepse u përdhos. Sepse në atë kohë tempulli fizik ishte i çmuar. Pse ishte i çmuar? Sepse në pjesën e pasme kishte vendin shumë të shenjtë kur Perëndia shfaqej çdo vit dhe i fliste kryepriftit. Por duke qenë se ai popull u largua nga Perëndia në kotësinë e mendjes së tyre, në idhujt, në besimet e tyre, prandaj Perëndia lejoi që ai tempull të shkatrohej. Dhe atëherë aty Zoti tha, në të ardhmen unë do të bëj një tempull shpirtëror. Tempulli im nuk do të jetë më fizik, do të jetë shpirtëror. Sigurisht vëllezër dhe motra që secili prej nesh, çdo burr dhe çdo grua që e njeh këtë rrugë të Perëndisë, bëhet tempull i Perëndisë. Si mendoni se duhet të jetojë ai tempull përpara Zotit? Në shenjtëri, po? Në përsosmëri. Sepse nëse edhe ne e përdhosim atë tempull, e përdhosim me mëkatin, ose me kotësinë e mendjes tonë, atje duke bërë gjëra të tilla si magjia, ose duke besuar ende në idhuj, ose duke besuar në ogure, ose duke besuar në shenjtore apo çfarë do tjetër, atëherë edhe ne po e përdhosim tempullin e Zotit. Dhe nëse vazhdojmë kështu, atëherë çfarë bën Perëndia? Çfarë mendoni ju se bën? Na shkatron, ai jep fund. Ne vazhdojmë të jetojmë, por jemi pa Perëndin. Kjo është, vëllezër dhe motra. Këto janë shthurjet. Ktu thuhet, vargu 19, e lëshuan veten, thuhet e lëshuan veten në shthurje duke kryer çdo papastërti me lakmi të pangopur. Por ju, besimtar, thuhet në 20, por ju besimtar nuk e keni njohur kështu Krishtin. Ne nuk e kemi njohur kështu, sepse falenderojmë Zotin që fryma e shenjtë na ka ndihmuar, apo jo? Fryma e shenjtë na ka drejtuar, na ka orientuar, na thotë të jetojmë një jetë të shenjtë, të kemi durim, të mos themi gënjeshtra, të mos zemrohemi, të mos jemi njerëz me temperament, të duam të jemi të mëshirshëm. Ai po na mëson të jetojmë një jetë më të mirë, një jetë të drejtë, një jetë të shenjtë. Pra fryma e shenjtë po na mëson. Por ju nuk e keni njohur kështu Krishtin, në qoftë se keni dëgjuar atë thot, në qoftë se me të vërtet ju e keni Krishtin në zemrën tuaj,
Dhe nëse me të vërtet ju keni qenë të mësuar nga fryma e shenjtë, këtu thuhet në të, në Zot, siç është e vërteta në Jezusin, nëse me të vërtet Perëndia na ka mësuar, po mësohemi nga një Perëndi i vërtet, atëherë çfarë do t'japim ne? Fryte të mira. Atëherë rezultatet do t'jenë të shkëlqyera. Dhe thot 22-shi, që për sa i përket mënyrës së mëparshme, në të kaluarën si jetonim në të kaluarën. Thot, të zhvishtni njeriu e vjetër. Njeriu i vjetër janë ato zakone dhe ato vese dhe ato mëkate që kishim më parë ishim ziliqar, gënjeshtar, krenar, ose mbani mëri, të tjerë, mirë, kishin mëkate të tjera të mëdha, siç më thoshte një motër një ditë në një studim biblik, mëkatet e mëdha dhe të vogla. Dhe unë i thash se të mëdhenjt dhe të vegjlit janë njësoj të këqinj. Nuk dihet cili bën më shumë dëm, mëkati i madh apo mëkati i vogël, por unë shoh se të gjithë bëjnë shumë të këqija, shumë dëm, qofshin të mëdhenj ose qofshin të vegjël. Mëkatet nuk kanë kategori. Ato janë thjesht mosbindje dhe kaq. Ne themi se Adami dhe Eva bën një mëkat të vogël sepse ajo që bën ishte të mos bindeshin dhe të hanin frutin, kur Perëndia tha mos e hani atë frut, dhe ata e hëngrën. Atëherë dikush mund të thotë, ishte një mëkat shumë i vogël. Shikoni sa i vogël ishte mëkati që bën Adami dhe Eva, por jo, Perëndia e patën se një mëkat shumë të madh, quhej mosbindje, ose u quajt mosbindje. Kështu që sjelljet tona të mëparshme duhet t'i lëm plotësisht dhe duhet të fillojmë të jetojmë një jetë të re në Krishtin Jezus. Këtu te 22-shi, që sa i përket sjelljes së mëparshme, të zhvishtni njeriu e vjetër, që prishet sipas epsheve mashtruese. Njeriu i vjetër janë zakonet tona të mëparshme, mishi ynë që ishte mësuar me mëkatin, por tani me Zotin, ai na ka transformuar dhe tani po jetojmë jetën e re në Zot. Shpresojmë që të gjithë po e bëjmë këtë, apo jo? Shpresojmë që po. Vargu 23, lexojeni ju vargun 23. Kjo pra, dhe të përtëriheni në frymën e mendjes suaj, sepse është një përtëritje që Zoti ka bërë me ne dhe që fryma e shenjtë po e plotson. Thot, në vargun 24, dhe të vishtni njeriu e ri, të krijuar sipas Perëndis në drejtësinë dhe shenjtërinë e së vërtetës. Le të themi se Ungjilli i Zotit Jezu Krisht është e vërteta e Perëndis. Dhe kjo e vërteta e Perëndis na ka sjell ne shenjtëri, po na udhëheq në një rrugë të përsosur, po na çon që të jemi të përsosur përpara Zotit. Atëherë thot 25, thot, prandaj duke e lënë mënjan gënjeshtrën, se cili të flasë të vërtetën, pra këtu apostulli po rekomandon që ta duam njëri tjetrin, të duhemi. Si mund t'ju tregoj unë juve se ju dua, ose si mund të ma tregoni ju mua se më doni? Nëse unë ju gënjej, a ju dua? Jo. Nëse ju më gënjeni çdo herë, vazhdimisht më gënjeni, a më doni? Jo. Personi po më mashtron. Dhe ndoshta një ditë unë e zbuloj se personi po më gënjente, atëherë çfarë do të ndjej unë? Çfarë ndjejmë kur ne jemi të zhgënjyer, të mashtruar, kur na kanë gënjyer, ndihemi të trishtuar.
të pikëlluar, të zhgënjur. Pastaj njeriu nuk i beson më atij personi, nuk ka më besim. Kjo është e trisht. Prandaj sa bukur është kur ne e lëm njeriun e vjetër, zakonet e kaluara dhe kthehemi në njerëz të sinqert, të drejt, që i thonë gjërat siç janë, që thonë të vërtetën. Kjo po është dashuria e vërtet. Kjo është ajo që quhet dashuri, që unë të mos ju bëj asnjë të keqe juve, sepse nëse unë ju mbaj mëri, atëherë unë nuk po ju dua, po shtirem. Kështu që në zemrën tonë nuk duhet të ketë asgjë kundër askujt. Ta duam njëri tjetrin. Zoti e ka rekomanduar këtë gjithmonë. Unë besoj se këtë urdhërim ju e dini apo jo. Ta duam njëri tjetrin. Mos mbani mëri njëri me tjetrin. Mos kini urrejtje. Mos kini zili ndaj njëri tjetrit. Mos kini xhelozi ndaj njëri tjetrit. Xhelozia, zilia, temperamenti i keq, të shpifësh, të urresh, të mos kesh mëshirë. Kështu që kur na mungojnë të gjitha këto, atëherë nuk po e duam njëri tjetrin. Dhe Perëndia ose Ungjilli i Zotit Jezu Krisht mëson se duhet të duhemi, dhe të duhemi është kjo. Nuk është të thuash unë ju dua shumë dhe ju më doni shumë, po, dhe qeshim edhe kaq. Jo, dashuria është ajo që është këtu në zemër, sepse kjo është dashuria e vërtet, ajo që kemi në zemër për të afërmit tan. Prandaj Zoti kishte të drejtë kur thoshte, nëse më doni, atëherë ju duhet të mbani urdhërimet e mia. Kur i thoshin Zotit, Zot unë të dua, po më do, atëherë mba urdhërimet e mia. Por ti nuk po i zbaton urdhërimet e mia, ti po kryen shumë mëkate, po bën shumë gjëra, kështu që nuk më do. Po të më doje me të vërtet, do të ishe larguar nga çdo e keqe. Prandaj ashtu si Perëndia kërkon, ose na thot që ta duam atë, dhe të duam edhe të afërmit tan, është kjo pra, të largohemi nga mëkati i dikurshëm, nga vesi, nga njeriu i vjetër ose nga personaliteti i vjetër që kishim në të kaluarën, duke mëkatuar vazhdimisht, sepse tani jemi në rrugën e Zotit dhe kemi filluar të ecim në rrugën e përsosmërisë. Prandaj duhet ta ndjekim Zotin, të bëjmë vullnetin e tij, t'i pëlqejmë Zotit, që ai të jetë i kënaqur me ne. Këtu te 25 thuhet, te 26 zemrohuni thot, dhe mos mëkatoni. Çfarë do të thot zemrohuni dhe mos mëkatoni? Nuk po thot, po, zemrohuni gjatë gjithë kohës, jo. Zemrohuni do të thot se ndodhi në një moment të jetës për ndonjë rrethan që personi u inatos, pati një pakënaqësi ose u zemrua. Por me atë zemërim nuk do të thot se do të shkoj të shkatroj tjetrin, atë që e rrethon sepse u zemrua, ose do ta mallkoj tjetrin, ose do të marr një thik ose një armë dhe do t'i bëj keq sepse u zemrua. Qoftë ndaj njerëzve të shtëpisë së tij, të familjes së tij, të afërmve ose miqve, shokëve të punës, të shkollës, në kompani ose kudo tjetër. Sa herë kemi dëgjuar kur njerëzit atje mbushen me zemrim, qëllojnë me armë ose i ngulin dikujt një thik, mirë bëjnë diçka, ose e godasin me grusht, ose me shuplaka. Pra kjo është ajo që do të thotë, njeriu u mbush me zemrim sepse pati një arsye dhe u zemrua, por mos e lini veten të kontrolloheni, të udhhiqeni nga zemrimi, mos shkoni të bëni mëkat nga zemrimi që keni në atë moment. Përkundrazi qetësohuni, lëreni të kaloj, qetësohuni, prisni që ai moment të kaloj dhe më pas bëni ankesën tuaj, më pas kërkoni shpjegime pse nuk u bën gjërat siç duhet, ose pse ju fyen, pse ndodhi kjo gjë apo ajo gjë, më vonë zgjidhen, rregullohen gjërat, por në atë moment zemërimi mos e lini veten të kontrolloheni prej tij dhe të bëni çmendurira. Kjo është ajo që do të thotë pjesa zemërohuni dhe mos mëkatoni. Sepse kjo është diçka normale, me siguri që personi mund të zemrohet për ndonjë gjë që shkoi keq, dikush nuk i bëri mirë gjërat dhe personi u zemrua, u mbush me zemërim në atë moment, por kjo nuk është arsye për të shkuar për të mëkatuar, për të shkuar për të bërë çmendurira. Përkundrazi, duhet pritur që çdo gjë të qetësohet dhe çdo gjë ka zgjidhje. Kështu që
zemrohuni dhe mos mëkatoni, thot dielli të mos perëndoj mbi zemrimin tuaj, do me thënë ju zemrohuni dhe bëni çmendurira. E përsëris, bëni shumë të këqija, bëni dëme, kur ju mbusheni me inat, ju mund të fyeni personin tjetër. Fyeni njeriun tuaj të dashur ose një person tjetër, sepse i thoni fjalë ofenduese, sepse jeni të zemruar dhe nuk e kontrolloni fjalorin tuaj, por e lini veten të kontrolloheni nga zemrimi dhe atëherë aty mëkatoni. Kështu që po, personi zemrohet, por qetësohuni, jini i matur, i qetë, mos e lini veten të kontrolloheni nga zemrimi, mos fyeni, sepse kur fjalët dalin nga goja dhe keni fyer dikë, është e vështirë t'i ndrejshni përsëri gjërat. Janë gjëra të vështira. Thot, dhe mos i jepni vend djallit. Në një varg tjetër thot, kur të tundohesh, mos ju dorëzo tundimit. Kur të tundohesh, mos u dorëzo. A e dini, e kuptoni çfarë do të thot pjesa kur të tundohesh, mos u dorëzo, mos ju dorëzo tundimit? Kur e gjeni veten në momentin e tundimit për të bërë një mëkat, për të bërë një të keqe, qoftë duke bërë ose duke thënë, kur del nga goja juaj, pra thuhet, më mirë nuk duhet të dorëzohemi, sepse është djalli që po ju vë atë tundim, atë kurth në atë moment. Atëherë thuhet që ju të mos dorëzoheni, të rrini i qetë, të mos flisni, mos e hapni gojen, më mirë mos thoni asgjë dhe prisni, mos i jepni armikut mundësi që t'ju bëjë të mëkatoni. Tundimet që bëjnë që të bijem në mëkat janë të shumta. Shumë herë djalli e tundon për shembull një burrë që të mëkatoj, që të shkoj të kryej një shkelje të kurorës martesore, ose nxit një grua që të mëkatoj dhe të kryej një shkelje të kurorës martesore. Prandaj, kur tundoheni për të bërë një gjë të tillë, ikni dhe lutuni dhe qortojeni armikun, sepse armiku është ai që po vendos gjithë atë tundim ose atë kurth në jetën e burrit ose të gruas që të mëkatojnë, që të gabojnë përpara Perëndis. Kjo është ajo që thot, mos i jepni vend djallit. Mirë, te 28 jep shembuj. Ai që vidhte, le të mos vjedh më. Të mundohet, thot. Që të ketë t'i jap diçka ti që ka nevojë. Thot 29. Çfarë thuhet aty? Mirë, kur thot as një fjalë e keqe të mos dal nga goja juaj i referohet atyre që sot quhen çfarë? Fjalë të pista, mallkime, fjalë vulgare. Fjalë vulgare. Kjo është diçka që duhet ta braktisim. Ta lëm, ta heqim nga fjalori ynë. Mirë, unë falenderoj Perëndin që unë nuk arrita të jetoj atë lloj jete me atë fjalor të tillë. Unë kur nuk e pata, e dëgjoja shumë, i dëgjoja nga njerëzit e tjerë të të gjitha moshave, unë kur nuk e praktikova. Dhe falenderoj Perëndin për këtë. Por e dini cilat ishin fjalët fyese që unë thoja? Ajo është qesharak. Ajo është qesharake. Për mua këto ishin fjalë fyese, fjalë të pahishme. Dhe kur e njoha rrugën e Zotit, i lash këto, nuk ja thash askujt më. Mirë. Pra thot që fjalët e pahishme të mos dalin nga goja e bijve të Perëndis. Bijtë e Perëndis duhet të jenë njerëz që shkëlqejnë në mes të errësirës, që ndriçojnë me dëshmi të mirë dhe mos e trishtoni frymën e shenjtë të Perëndis. Me çfarë mund ta trishtojmë frymën e Perëndis? Me çfarë? Atje prapa, si that? Me mëkatin. Me mëkatin. Me mëkatin, nëse njeriu vazhdon dhe ngulmon në mëkat, po e trishton frymën e shenjtë dhe Perëndia
do ta lejoj këtë për një farë kohe derisa Zoti të lodhet, durimi I Zotit të mbarojë. Pra thot, dhe mos e trishtoni frymën e shenjtë të Perëndisë me të cilët u vulosët për ditën e shpengimit. 31. Le të hiqet nga ju çdo hidhsi, inat, zemërim, e bërtitur dhe sharje bashk me çdo mbrapshti, kur ju në martesën tuaj, në shtëpi, në familjen tuaj dhe ndoshta ju kap zemrimi, ju lutem shmangni të bërtiturat, sepse nëse filloni të bërtisni dhe të shani, atëherë ndodh se po I jepni mundësi djallit. Dhe djalli atëherë ju nxit gjithnjë e më shumë derisa ju të thoni shumë fjalë që ofendoni dhe madje mund të arrini edhe në dhunë fizike. Por të gjitha këto duhet t'i shmangim sepse duhet të mendojmë në Zot. Duhet I pëlqej Perëndis nuk I pëlqen që unë të zemërohem dhe që të filloj të bërtas. Dhe të flas dhe të bërtas, Perëndis nuk I pëlqen kjo. Prandaj le t'i shmangim këto gjëra. Le t'i shmangim këto, le të mbushemi me frymën e shenjtë. A nuk mendoni dhe ju kështu? Le të mbushemi me frymën e shenjtë dhe thuhet këtu, por jini si të mirë dhe të përdëlyeshëm njëri me tjetrin. Pra mëshira, të kemi mëshirë ndaj atyre që bëjnë gabime, ndaj atyre që bëjnë të këqija dhe që ende nuk e kanë aftësinë të kuptojnë mirë rrugën e Zotit, kështu që duhet të kemi shumë durim, shumë mëshirë dhe shumë durim. Dhe Zoti do të na ndihmoj. Do të na ndihmoj Zoti të vazhdojmë. Nuk e di nëse ka do t'jap mundësinë të bëni 3 pyetje këtu dhe 3 pyetje këtu, por shpresoj që t'jenë pyetje për gjëra që na ndodhin në jetë dhe që ne ndonjëherë nuk dim se si t'i menaxhojmë gjërat. Që t'jenë pyetje për atë që po flisnim. Shpresoj që t'jenë mbi ato që po flisnim, që të mund të mësojmë si ta jetojmë jetën në Zot. Nëse ju keni parë dikë që jeton një jetë jo të mirë, për shembull në kotësinë e mendjes së tij, do doja që të bëni të pyetje në mënyrë që të mësojmë të gjithë. Ndoshta nuk është për jetën tuaj, por që ju keni parë dikë. Atëherë mund të thoni unë pash këtë gjë ose pash atë gjë, a është korrekte kjo? Mirë, do t'ju lë juve 3 këtu dhe 3 atje. Mirë, fillojmë. Po vlla. Mirë dita motën, dua të falenderoj Zotin para së gjithësh për këtë mundësi të shkëlqyer. Motër do të shpreh në emër të gruas dhe fëmijëve të mi admirimin ton të madh për ty. Ti ke qenë gjithçka për mua në jetë, kam ndryshuar, jam një njeri I ri dhe fal Zotit e fal jush. Faleminderit Perëndis ton. Motër. Pyetja ime është në librin e Hozes, kapitulli I 10, vargjet 1 dhe 2, ku flitet për zemrën e larë. Dhe sot vërejmë se ka njerëz që vinë në kish dhe që ndoshta për shkak të mungesës së njohurive nuk e kanë kuptuar plotësisht këtë mësimdhënie, sepse sot përmes mediave sociale, pra në mediat sociale shohim që disa njerëz ndajnë imazhe dhe tekste që referohen Zotit ton, Jezu Krisht, por ata dëgjojnë edhe predikime nga burimet të tjera. Dhe anëtarët e kishës lexojnë libra vendimues që mund të largojnë nga doktrina ose madje marrin pjesë në kongregacione që kanë përfitime. Ju keni parë persona që vinë këtu në kish dhe që bëjnë këto gjëra. Po. Po, motër, është shumë e trishtueshme, por po. Mirë, po do t'ishte mirë që t'i merrnim një nga një, më thoni një, prej tyre në fillim, ju më thatë se kishin çfarë? Po, motër, që dëgjonin Zotin, Perëndin duke folur atyre, vazhdon ata me idhuj e krinë e tyre, apo dëgjojnë meditime nga të tjerët, disa për tyre lexojnë libra vendimues, kështu që mungesa e vetbesimit. Mirë. Munges sigurie në Zot, munges bindjeje,
mungesë, çfarë? Kthimi te Perëndia. Shikoni se çfarë rendit vllai aty, vazhdoni dhe thoni çfarë keni shkruar aty. Motor thot, imazhe që referohen Zotit ton Jezu Krisht e më Mirë, le të kujtojmë se pikturat, të kujtojmë se fotografit, njerëzit e botës e dini çfarë thonë, kjo është një fotografi, sikur të kishim fotografinë e gjyshit tim dhe të gjyshes time si kujtim. Rezulton se ne si qenie njerëzore, po mund të kemi fotografi ose piktura, ne si njerëz, dhe i lëm aty si një kujtim për familjet tona të ardhshme. Por Perëndia ynë, Zoti Jezu Krisht, ata po e ndaluan këtë, Perëndia ynë e ndaloi që nga fillimi, që askush të mos bëj figura të tij, askush të mos bëj piktura dhe as skulptura dhe as imazhe, sepse Perëndia është frymë, Perëndia është xheloz dhe atë nuk mund ta krahasojmë me asgjë të kësaj bote, me asgjë nga këto gjëra fizike materiale. Kështu që ju harrojini pikturat, harrojini portretet, harrojini ato gjëra që pikturuan aty, sepse Zoti Jezus, kur jetoi në tokë, ai nuk dha asnjë autorizim që njerëzit ta pikturonin, sepse ai tha, unë po largohem, por unë do t'jem me ju çdo ditë, do t'jem me ju në frymë. Atëherë Zoti është me ne në frymë, prandaj nuk ka nevojë për ato korniza dhe ato imazhe, për asgjë nga këto, kushdo prej jush që praktikon këto, ose që shes se dikush po i praktikon, ta di se Perëndia nuk është i kënaqur dhe Perëndia nuk do ta bekoj. Kjo është pra. Perëndia ja heq bekimet. Po vlla, çfarë tjetër thoni ju? Gjithashtu motër, se pas ka shumë kohë në kish, ata ende kanë gjerdan duke u referuar Zoti Jezu Krisht ose në kryqe ose kryqet. Ose kryqet. Mirë, sot ka gra dhe burra që vendosin atë zinxhirin, apo jo, një kryq, ose një medalje, ose fotografin apo stampat e ndonjë të shenjti apo ndonjë shenjtoreje, apo ndonjë kryq. E gjithë kjo është të mos e duash Perëndin, të mos e kuptosh rrugën e Perëndis dhe të mos përpiqesh t'i pëlqesh Perëndis, sepse unë me këto gjëra nuk i pëlqej Perëndis dhe ne duhet t'i pëlqejmë Perëndis në çdo gjë, në gjërat më të vogla. Në gjërat më të vogla le t'i pëlqejmë Perëndis, le t'i harrojmë të gjitha këto gjëra. Besnytnit dhe oguret, ka shumë ogure, shumë besnytni, supersticione lidhur me ngjyrat e luleve, ngjyrat e gurëve, ka gurë që i mbajnë si ogure dhe i blejnë si ogure nga energjia, sepse kanë apo nuk kanë energji, por le të dim se çfarë është energjia. A e dini cila është energjia e njeriut? Është forca dhe aftësia që ka njeriu si person në mishin e tij, është gjallëria që ka. Por njerëzit po e mashtrojnë gjithë botën duke thënë se këto kanë energji të këqija ose energji të mira, janë shpikjet e njeriut, sepse energjit shpirtërore nuk ekzistojnë. Energjit shpirtërore nuk ekzistojnë. Energjia ekziston, por ajo fizike. Nëse ju nuk keni energji, nuk mund të ngriheni në këmbë, nuk mund të ecni, nuk mund të hani, nuk mund të punoni, sepse trupi juaj nuk ka energji. E shikoni që kjo është ndryshe? Kjo është ndryshe. Ato për të cilat flasin sot njerëzit, për oguret, për guret, për ngjyrat, që të kenë energji të mirë ose energji pozitive, të gjitha këto janë ogure dhe gënjeshtra që djalli ka shpikur dhe këto janë pjesë e magjisë, pjesë të gjitha këtyre elementeve janë bestytnit dhe oguret. Kështu që ne kemi frymën e Perëndis që na ndihmon. Fryma e shenjtë është ai që na mbështet, ai që na jep jetë, lumturi dhe gëzim. Kjo është pra fryma e Perëndis. Ne nuk kemi energji, energjia juaj shërben vetëm për trupin tuaj. Nëse ushqeheni mirë do të keni energji dhe nëse ushqeheni keq, atëherë nuk do të keni energji.
Kjo është energjia. Prandaj ju mos lejoni t'ju mashtrojnë dhe mos ju drejtoni këtyre gjërave, sepse ju largoheni nga Perëndia, Perëndia zemrohet dhe nuk ju bekon dhe çfarë tjetër lexoi vëllai aty? Ata vinë në Kish dhe është në librin e Hozes. Në Oseas çfarë thuhet për zemrën gënjeshtare të dëzuar? Dhe në librin e Hozes thuhet, Izraeli është një hardi e arlisur dhe jep fryte të bollshme për veten e tij sipas bollokut të fryteve të saj të shumuara. Gjithashtu altarët sipas bollokut të tokës së tyre i shtuan idhujt e tyre. Zemrat e tyre janë të ndarë dhe tani do të gjenden fajtor. Një vaj do të shkatrojnë. Apo populli Izraelit ishte i dëzuar sepse po adhuronin Perëndin në frym dhe po adhuronin edhe idhujt. Kështu që nga ajo që sapo folëm, nëse ndonjëri prej jush ende ecën me besimet e tij, me ato rituale dhe besime, të besimeve fetare të së kaluarës dhe të besimeve fetare të paraardhësve të mi dhe të familjarëve të mi ndoshta, nëse ju ende jetoni duke besuar, duke pasur besim te këto gjëra, zemra juaj është e dyzuar, sepse po besonin ato gjëra që nuk vlejnë për asgjë dhe njëkohësisht këtu po përpiqeni të kërkoni Perëndin. Zemra juaj është e dyzuar dhe kjo nuk është korrekte. Ju duhet të ndiqni Perëndin në frym dhe në të vërtetë. Mirë, vazhdojmë. Mirë mbroma, motër Maria Luisa, mirë se erdhët në Leganes. Falenderojmë Perëndin dhe ju që keni ardhur të na vizitoni. Motër, do doja të mbështesja pyetjen time në 2 citime biblike. E para gjendet në librin e Mateut, kapitulli 22, vargu 37, nëse më lejoni të lexoj. Po, lexoni. Dhe Jezusi i tha, duaje Zotin Perëndin tënde me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënde, me gjithë mendjen tënde. Ky është urdhërimi i parë dhe i rëndësishëm. Dhe citimi i dytë biblik gjendet në librin e parë të Pjetrit, kapitulli 3, vargu 1. Gjithashtu dhe ju gra, nënshtrojuni burrave tuaj, që edhe nëse disa nuk i binden fjalës, të fitohen pa fjalë nga sjellja e grave të tyre. Pyetja ime motër ka të bëjë kryesisht me martesat ku njëri prej bashkëshortëve është i pakonvertuar. Ndoshta burri vjen në kish, ndërsa gruaja jo, ose anasjelltas. Dhe ndoshta ata mbështeten në këtë varg duke u përpjekur të jetojnë sipas vullnetit të Perëndisë, në kuptimin që ndoshta burri i saj Kush bazohet në këtë varg? Motra ose vllai që kërkon të gjej pëlqim në sytë e Zotit, duke ju nënshtruar bashkëshortit të vet, por për shembull nëse bashkëshorti nuk e lejon të marrë pjesë në mbledhjet e kishës, atëherë shohim se kemi 2 urdhërime. Megjithatë, njëri prej tyre ka përparësi, ashtu siç na mëson edhe Bibla. Mirë, por kjo nuk ka as pak të bëjë me nënshtrimin, me të qenurit i nënshtruar, ndaj diçkaje. Për shembull, kjo i nënshtrohet kësaj shtylle. Po të mos ishte shtylla, kjo do të binte. Kjo quhet të nënshtrohesh, të mbështetesh. Kur Perëndia thot që gruaja të jetë e nënshtruar ndaj burrit të saj, nuk po flet për skllavëri dhe as për ndonjë nënshtrim skllavërues, jo. Po thot se të dy duhet të funksionojnë së bashku në atë martesë, që me të vërtet të jetë një martesë e lumtur, një martesë që zgjat, që të jenë të lumtur dhe që të mund të kenë një familje dhe që mund t'i pëlqejnë Perëndisë. Pra kjo është pjesa e të qenurit i nënshtruar. Për sa i përket rastit kur njëri shkon në kish dhe tjetri nuk shkon në kish, atëherë do të kenë një vështirësi aty për shkak të kësaj, një polemik. Çështja aty është që të bien dakord. Nëse për shembull ajo vjen në kish dhe ai jo, dhe ai ja ndalon, por nëse ajo është kthyer te Perëndia dhe është e sinqert me Perëndin, atëherë Perëndia do ta ndihmojë dhe do të lejojë dhe do të prek zemrën e bashkëshortit të saj që ai ta lejojë të vinë në kish. Kjo është ajo që ne shpresojmë kur ne kthehemi te Perëndia, ne presim më të mirën nga ana e Perëndisë, ndaj nesh që ai të na ndihmojë të zgjidhim gjërat në jetën tonë. Kjo është ajo që Perëndia bën. Por nëse ajo vjen
dhe zemra e saj nuk është shumë e lidhur me Zotin, por është vetëm për gjysëm, atëherë as Perëndia nuk mund t'ia zgjidh gjërat, atëherë do të ketë probleme në martesë për këtë arsye, ose anasjelltas, nëse është ajo që kundërshton dhe ai vjen në kish, është njësoj. Ai duhet të bëjë çfarë? Të fitojë zemrën e Perëndisë, që Perëndia ta ndihmojë dhe pastaj bashkëshortja e tij ta lejojë të vinë në kish. Unë njoh shumë çifte të tilla ku ajo ose ai janë shumë të përkushtuar ndaj Zotit, atëherë Perëndia e prek zemrën e personit tjetër dhe i lejojnë që të vinë në kish. Por kur personi vjen dhe nuk është kthyer te Perëndia, nuk i pëlqen Perëndis, atëherë as Zoti nuk e ndihmon. Kështu që nëse ndodh kjo, është sepse mungon diçka. Kur ndodhin pakënaqësitë, kërcënimet, nëse ti vazhdon të shkosh atje, atëherë do të divorcohemi. Kjo ndodh sepse ai ose ajo nuk janë dhënë Perëndis dhe prandaj Perëndia nuk i ka ndihmuar ta zgjidhin problemin. Kjo varet edhe nga mënyra se si jeton njeriu, se si është zemra e tij përpara Perëndis. Mirë, motra lexoi një varg në fillim. Në Mateu 22 motër, pasi siç ju na keni mësuar, që Zoti tha që të përmbushni urdhërimet. Por parsori për tyre është të duan Perëndin mbi çdo gjë tjetër. Prandaj, thot Zoti se urdhërimi kryesor dhe urdhërimi më i madh kryesor është ta duam Perëndin mbi çdo gjë dhe po ashtu të duam të afërmin ton, por si vetveten. Thot, te këto urdhërime thuhet se qëndron çdo gjë, i tër ligji është aty. Sigurisht që po, sepse a e dini ju çfarë do të thotë të duash Perëndin mbi çdo gjë? Ta duash Perëndin mbi çdo gjë do të thotë të mos e praktikosh mëkatin. Të mos praktikosh mëkatin. Dhe ta duash të afërmin, por si vetveten, do të thotë po ashtu të mos mëkatosh kundër të afërmit, sepse nëse ju kryeni një shkelje të kurorës martesore, ju po ofendoni të afërmin tuaj, po i bëni një të keqe, po mëkatoni kundër tij. Nëse ju i vidhni dikujt diçka, po i vidhni të afërmit tuaj dhe po i shkaktoni një dëm shumë të madh, e vodhët, ose e mashtruat, ose e gënyet, atëherë çfarë do të thotë të duash Perëndin mbi çdo gjë? Të mos mëkatosh. Çfarë do të thotë të duash të afërmin por si vetveten? Të mos mëkatosh. Çfarë do të thotë të kesh dashuri? Të mos mëkatosh, vëllezër dhe motra, këtë le të mos e harrojmë kurrë. Dhe ne le të reflektojmë gjithmonë dhe të analizojmë këtë. Prandaj Zoti thoshte se ky është urdhërimi i vetëm dhe më i madhi që ekziston. Sigurisht që po, sepse urdhërimet e tjera janë ndero atin tënd, mos shkel kurorën martesore, mos vidh. Aty specifikohet çdo urdhërim, por ta duash Perëndin mbi çdo gjë do të thotë të mos mëkatosh, zero mëkate. Aty është çdo gjë. Prandaj Zoti tha ky është urdhërimi i madh dhe i vetëm, urdhërimi kryesor. Prandaj, sepse aty përfshihet çdo gjë. Vazhdojmë. Mirë dita motër Maria Luisa, mirë se erdhe te gjithë familja jote. Për mua është një bekim i madh të bëj këtë pyetje në lidhje me Biblën, konkretisht një shëmbulltyr nga Luka kapitulli 5, vargjet 36, 37 dhe 38. Dhe për gatitur kuptimin shpirtëror mund ta lexoj motër dhe t'ju tregoj edhe një shëmbulltyr. Dhe askush nuk pret një copë nëse bën këtë, jo vetëm që do ta prishësh fustanin e ri, por do të dëmtohet dhe arna që hoqen nga fustani i vjetër. Ai nuk harmonizohet me të vjetrin dhe askush nuk shton derë të re në kacek të vjetër. Përndryshe, vera re do të çajë kacekët. Do të derdhet të kacek të verës do të prishën, por vera re duhet të hidhet në kacek. Mirë. Por përgjigja është para atyre vargjeve, sepse që Zoti të jepte atë ilustrim, atë shembull, ishte sepse i kishin bërë një pyetje atij dhe prandaj ai dha atë ilustrim, dha atë mësim. Ju lexuat e Luka çfarë? Luka 5 vargu 37. Atëherë pyetja është,
thuhet se ata i kërkuan, Zotin e kritikuan se përse dishepujt e Gjon Pagzorit agjëronin dhe përse dishepujt e Zotit Jezus nuk agjëronin. Atëherë Zoti u tha, dishepujt e mi nuk agjërojnë sepse janë me mua. Dhe unë i shenjtëroj, unë i përsos, unë u jap lumturin, unë u jap paqen, unë u jap çdo gjë, faljen, çdo gjë, përse ta agjërojnë. Ndërsa dishepujt e Gjon Pagzorit po duhej të agjëronin, sepse ata duhet të mbusheshin me kë, me Perëndin, si Gjoni, ashtu edhe dishepujt e tij. Zoti Jezus kishte nevojë të ishte i mbushur me Perëndin? Jo, sepse ai ishte Zoti. Kështu që ai ishte me dishepujt e tij dhe ata ishin me Zotin e tyre, me Perëndin ton. Prandaj Zoti tha, ata nuk kanë nevojë të agjërojnë. Kjo është njësoj si kur një person të marrë një copë të re, pëlhure dhe ta vendos mbi një rrobë të vjetër për ta arnuar. Atëherë çfarë ndodh? Grisja bëhet më e madhe. Kjo nuk bën, nuk vlen, nuk mund të bëhet, nuk duhet të bëhet. Ose ata që hedhin verën në kacek, që janë disa enë prej lëkure, thot se në ata kacek, në ato enë prej lëkure, hedhin verën e re, në kacekët e vjetër, thuhet se ato do të prisheshin, do të thyeshin, do të shkatroheshin, dhe vera e re, kur të fillonte të fermentohej, do t'i dëmtonte. Thoshte se kjo nuk bën. Kështu është ilustrimi, shembulli, se Gjoni, dishepujt e Gjonit, ata po duhej të agjëronin, dishepujt e mi jo sepse janë me mua, janë me Zotin dhe unë u jap atyre çdo gjë, ata nuk kanë nevojë. Ata nuk kanë nevojë, sepse ata janë me mua. Nëse ata do të kishin nevojë, atëherë do të ishte kontradiktore. Kontradiktore, një lloj si të vendosësh një copë të re mbi një rrobë, mbi një pëlhurë të vjetër. Kontradiktore sepse kjo nuk funksionon. Kjo nuk funksionon. Atëherë Zoti do të thoshte, nëse dishepujt e mi fillojnë të agjërojnë, atëherë çfarë kuptimi ka që unë po predikoj që të besojnë tek unë, që të kenë besim tek unë, sepse unë u jap lumturinë, u jap paqen, u jap zgjidhje gjërave, unë po i mbroj, unë po i ruaj të gjithë, atëherë do të ishte kontradiktore, sepse ata do të ishin të gjithë atje duke agjëruar, duke u veshur me fuqi, sepse unë nuk mund t'ju jap atyre asgjë. Kjo ishte, le të themi, kontradita që ishte midis tyre, dhe prandaj Zoti thoshte, prandaj ata nuk agjërojnë sepse ata nuk kanë nevojë, ata janë me mua. Të tjerët po kanë nevojë të kenë fuqinë dhe mbështetjen e Perëndis. Kështu që ky ilustrim, ky shembull që Zoti u dha atyre, ishte në këtë formë dhe duhet të reflektojmë dhe të lexojmë edhe në pjesë të tjera të Ungjillit që ju të keni një ide më të mirë rreth pyetjes. Mirë vlla, këtej kush e ka radhen? Kush e ka radhen? Zemra ime gufon nga gëzimi që ju keni ardhur në vendin tim të lindjes, motër. Doja t'ju bëja një pyetje lidhur me atë që apostulli Paul na mëson në librin e Hebrejve, kapitulli 10, vargu 25, rreth rëndësisë së të mos hequrit dorë nga mbledhjet në kish, duke na nxitur ta bëjmë këtë edhe më shumë, me më shumë qëllim, sa më shumë që afrohet dita e Zotit. Në këtë kontekst, nëse dikush nuk mund të marrë pjesë çdo ditë në kish, ose në shërbesat që zhvillohen gjatë javës, dhe mund të marrë pjesë ose mund të shkojë vetëm një herë në fundjavë, si duhet ta kuptojmë këtë varg? Mirë vlla, më falni që ju ndërpres në pyetjen tuaj, kur thuhet te hebrejt, pa hequr dorë nga të mbledhurit, sikurse kanë zakon disa, ajo që ndodh është se në atë kohë, Zoti, Fryma e Shenjtë, u mësonte njerëzve që duhej të mblidheshin në vende të caktuara që të merrnin dhuntit frymërore,
që të mund të vendosnin duart, të profetizonin dhe të ndanin me të tjerët dhuntit frymërore që Zoti po jepte. Duke qenë se në lashtësinë të kaluarën, populli i Izraelit nuk e kishin frymën e shenjtë, nuk e kishin dhuntit dhe as profecin, ata po shkonin një herë të shtunave në tempull dhe të tjerë shkonin një herë në vit. Kështu që në ungjillin e Zotit, fryma e shenjtë mësonte mblidhuni sepse është e vetmja mënyrë që ju të luteni për njëri tjetrin. Kështu që vendosni duart dhe ndani dhuntit frymërore, sepse ata donin të vazhdonin me zakonin e popullit Izraelit që ishte të mblidheshin vetëm një herë në javë. Prandaj apostulli, nëpërmjet mësimit që Perëndia i zbuloi, u thot: mos hiqni dorë nga të mbledhurit në kish, duhet ta bëni këtë. Nuk është që gjithsecili të jetojë në shtëpinë e tij dhe të thotë se e kërkon Perëndin në shtëpinë e tij, jo sepse duhet të mblidheni në kish që të luteni për njëri tjetrin dhe po ashtu të gëzoni dhuntit frymërore dhe po ashtu edhe njerëzit që janë në botë të vinë dhe të marrin bekimin e Perëndis. Pikërisht për këtë vëlla. Për këtë është ai varg të hebrejt. Nuk është për ne sot që çdo ditë, sepse ju po thoni se ka njerëz që nuk mund të vinë çdo ditë. Por këtu dyert e këtij vendi janë të hapura çdo ditë që të vinë ata që munden. Disa vinë të hënën, të tjerë vinë të martën, të tjerë të mërkurën dhe kështu me radhë, por dyert gjithmonë do të jenë të hapura që njerëzit të vinë, që të lutemi për njëri tjetrin dhe nëse vinë persona të rinj ose për herë të parë, atëherë ata do të marrin bekimin e Perëndis. Për këtë është. Nuk e di nëse e kuptuat mësimin vëllezër dhe motra. Po? Mirë. Atëherë do të dëgjojmë motrën dhe vëllain që ka ngritur dorën. Dhe pastaj përfundojmë. Motër Maria Luisa Merdita, pyetja ime është në Psalm 51, vargu i 2 dhe vargu i 3. Po. Vargu i 2, më laj plotësisht nga paullësia ime dhe më pastro nga mëkati im, sepse unë i pranoj rebelimet e mia dhe mëkati im është gjithmonë para meje. Motër Maria Luisa, 8 vjet më parë, Zoti mori një mëkat nga zemra ime. Ishte një person me një karakter shumë të fortë, kur më tregoi se ç'ishte mëkati. Ju luta, ju përgjërova, ju përulla para tij dhe kërkova mëshirën e tij. I ekutova dhe i pyeta se ku më kishte çuar dhe nëse nuk më ndihmonte, nuk mund ta bëja sepse mishi im ishte shumë i fortë, ishte shumë dhe në profecinë e tij të shenjtë ai më tha me krenari se të gjitha ato që bojnë vullnetin tim, unë i shpërblej dhe i shpërblej çdo që përpiqet shumë të më kënaq dhe do t'i kushtoj vëmendje lutjeve tuaja dhe do të përgjigjem. Dhe fakti nuk ishte për t'i pranuar, por më për tepër t'isha e gatshme ta dëshiroja të kënaqja Perëndin dhe më tha që në profecinë e tij të shenjtë shiko Maria Luisën, vëzhgo motë Maria Luisën, mëso nga motë Maria Luisa dhe dëgjo motë Maria Luisën dhe ti ishe një shembull në jetën time. Ti ishe ajo që Zoti në profecinë e tij të shenjtë më tregoi dhe më tha që jam i kënaqur sepse ju jeni e sinqert, ndërgjegjja juaj është e aktivizuar. Dhe i kërkoj të Maria Luisës më shpjegoj se çfarë do të thotë të jesh i sinqert para Zotit dhe jo të justifikojmë veten duke fajsuar pastorët tanë shumë herë, motër, dhe unë ndaj këtë me ju sepse në një moment Zoti më thotë në profecinë e tij të shenjtë, mos ndje trishtim dhe mos ndje dhimbje në zemrën tënde për shkak të dëshmisë së fëmijëve të mi, por ti vazhdo dhe unë jam ajo që jam sot, motër, dhe shoh Zotin dhe shoh tek ti dhe jam shumë falënderuese dhe Zoti. Mirë, motër, Sinqeriteti përpara Perëndis është që njeriu duhet të pranojë gabimin e tij, mëkatin e tij, të pranojë përpara Perëndis se po gabon
në këtë gjë apo atë gjë, se po na mungon ajo gjë ose se po gabojmë para Perëndis në atë gjë, dhe se përpiqemi të ndryshojmë se duam t'i pëlqejmë Perëndis. Ky është sinqeriteti. Dhe ju vazhdoni të ecni përpara, mos u kushtoni vëmendje kur Perëndia ju thot të mos i kushtoni vëmendje dëshmive të këqija, po sepse nëse ne do të merreshim duke u kushtuar vëmendje dëshmive të këqija, atëherë asnjëri prej nesh nuk do të ishte këtu, sepse shohim kaq shumë dëshmi të këqija, prandaj jo. Kështu që ne vazhdojmë të ecim përpara, vazhdojmë rrugën. Mos shikoni dëshmitë e këqija, por lutuni për njerëzit, aq më tepër kur Perëndia u ka dhënë dhunti frymërore, dhuntinë e vënies së duarve, dhuntinë e profecisë, të vëmë duart, t'i kërkojmë Perëndis për personat, të mos ndalemi te dëshmia e tyre e keqe, por thjesht të lutemi për personin dhe të vazhdojmë rrugën tonë. Vazhdoni rrugën tuaj drejt duke i pëlqyer Perëndis tonë. Mirë, pyetja e fundit. Përshëndetje motër, mirëmbrëma, jam një vëndas i lindur këtu në Spanjë, para 7 vitesh isha ateist, por sot jam duke kërkuar Perëndin. Dëshira ime e madhe është të marr frymën e shenjtë dhe sot kam një gëzim të dyfisht pasi kam ardhur me dikë tjetër që është nga Spanja, i cili vjen në Kish për herë të dytë dhe që prej ditës së diel sheh mësimet tuaja dhe ai vetë më thot: "Shije motrën Maria Luisa, shiko çfarë na mëson." Nuk besoj që është rasti që sot jemi të dy këtu me ju, prandaj jap lavdi dhe falënderime Perëndis. Kam një pyetje nga Bibla, nëse më lejoni, te libri 2 Samuelit, kapitulli 6, vargu 6. Po, mund të lexoni. Libri 2 Samuelit 6. Kapitulli 6. Po. Kur arritën te lëmi i Nakonit, Uzahu zgjati dorën drejt arkës së Perëndis dhe mbajti atë, sepse qet u penguan. Atëherë zemërimi i Zotit u ndes kundër Uzahut dhe Perëndia e goditi për fajin e tij dhe ai vdiq në atë vend pranë arkës së Perëndis. Duke reflektuar mbi këto fjalë, mendoja se po të kisha lindur në atë kohë, nuk do kisha mbetur gjallë as 3 ditë. Dhe doja të dija cila është ndryshimi midis dëshkimit në lashtësi dhe atij të ditëve të sotme, sepse sot ne vazhdimisht nuk bëjmë gjë tjetër veç se mëkatojmë, ndërsa Perëndia na fal vazhdimisht. Dhe këtij njeriu vetëm se bëri një të mirë, i ndodhi kjo. Atëherë doja të dija cili ishte ndryshimi. Mirë. Kur Perëndia ja dha ligjet Mojsiut, Perëndia i tha Mojsiut mësoja popullit këto dhe i dha të gjitha ligjet. Dhe Mojsiut ju desh t'i shkruante ligjet në një libër dhe ndërto ishte, Perëndia thoshte, Perëndin, as një qenie njerëzore nuk do ta shikoj. Dhe nëse ndonjë njeri do ta shikonte Perëndin, ai njeri duhet vdiste. Ky ishte një ligj. Dhe gjithashtu Perëndia kishte ndaluar, sepse arka ishte vendi ku shfaqej prania e Perëndis një herë në vit, dhe ishte kryeprifti i vetmi që e dëgjonte zërin e Perëndis nga arka. Atë arkë kishte vjedhur një kombi huaj, filistejnët, ata e vodhën dhe kur më në fund e shpëtuan atë, kur e rimorën arkën përsëri, sepse Perëndia i ndëshkoi filistejnët që kishin marrë arkën, ata e kthyen arkën, dhe thuhet se e dërguan arkën mbi një qerre që tërhiqej nga 2 lop, dhe thuhej se arka ishte mbi të dhe asnjë njeri nuk e drejtonte. Atëherë kafsha ecte, supozojmë se Perëndia e drejtoi kafshën që të arrinte në tokën në vendin e caktuar. Kur arriti në vendin e caktuar, Perëndia kishte ndaluar që njerëzit ta shikonin arkën ose ta preknin atë. Vetëm një herë në vit, kryeprifti ishte i vetmi që mund të hynte dhe të dëgjonte zërin e Perëndis nga ai vend. Prandaj ky zotëri, Uzahu, kur ai pa se arka do të binte nga kafsha, ai deshi ta shpëtonte, deshi ta mbronte. Por Perëndia u zemrua sepse urdhërimi ishte asnjë njeri nuk do ta prek përveç kryepriftit. Dhe prandaj Perëndia e ndëshkoi dhe ai vdiq. Ne themi se ajo që ai duhej të kishte bërë ishte ta linte arkën të binte dhe të mos e prekte, që të mos e shkelte urdhërimin e Perëndis, sepse kur Perëndia ja jepte urdhërimet Mojsiut, i thoshte të gjithë duhet ta zbatojnë këtë urdhërim. Ai që nuk e zbaton këtë urdhërim do të vdes. Ai që nuk e zbaton këtë urdhërim do të shfaroset. Atëherë Perëndia ishte shumë i rrept me ligjin që i dha Mojsiut. Prandaj thuhet se populli i Izraelit
nuk ishte në gjendje ta zbatonte ligjin, sepse ishte shumë e vështirë ta zbatojë atë dhe ata nuk ishin në gjendje si njerëz që të përmbushnin atë ligj të Perëndisë. Zoti Jezus sot në Ungjil, Zoti Jezu Krisht është ndërmjetësi ynë. Dhe prandaj ne shohim fleksibilitet nga ana e Perëndisë ton tani, sepse Zoti Jezus ndërhyn midis Perëndisë dhe nesh, ose midis nesh dhe Perëndisë dhe na mbron. Na ndihmon, i lutet Atit për ne që të ketë mëshirë dhe të mos na ndëshkojë ashtu si në lashtësi. Prandaj sot ne kemi atë të mirë, atë përfitim nga ana nga Zoti ynë Jezu Krisht, sepse ai është ndërmjetësi ynë dhe ne i lutemi Atij, Atit, që të na ruaj dhe të mos e dërgojë menjëherë ndëshkimin. Kjo është ajo që ndodhi me këtë zotëri me Uzahun. Urdhërimi ishte askush nuk do ta prek, vetëm kryeprifti, dhe ai e shkeli atë ligj dhe prandaj vdiq. Mirë. Po vlla. Dua të ndaj dhe diçka të fundit. Shoh shumë pastor kolumbian që na thon faleminderit Spanjës që na ka pritur, por unë besoj se është Spanja ajo që duhet ju falenderoj juve që keni ardhur të sillni dashuri në gjithë këtë vend dhe në gjithë këto rrugë. Dhe unë mendoj se nuk është as Spanja as Kolumbia, por fal Perëndis ton, sepse ai tha se fjala e tij duhej të shpërndahej ose të shpallej ose të predikohej në të gjithë botën. Dhe këtu Spanja është një pjesë e botës, pjesë e premtimit të Zotit Jezu Krisht, sepse Perëndia tha se fjala e tij, ungjilli i tij duhej të predikohej, të besojmë në një Perëndi në frymë dhe në të vërtetë. Një Perëndi në frymë, sepse thuhet se kështu duhet ta kërkojmë. Prandaj Zoti Jezus ishte aq i qartë me gruan samaritane. Kur gruaja samaritane i tha Zotit, Jezu Krisht i tha: Zot, etrit tan thonë se duhet ta kërkojmë Perëndin këtu në Jeruzalem, në tempullin e Jeruzalemit. Por etrit e mi të tjerë, familja ime tjetër, thonë se është atje, në Samari, në tempullin që është në Samari, atje duhet kërkuar Perëndia. Ku Zot duhet ta kërkojmë Perëndin? Atëherë Zoti Jezu Krisht i tha samaritanes, i tha: grua, do të vi dita kur as në Samari dhe as këtu në Jeruzalem nuk do të kërkohet Perëndia, sepse Perëndia është frymë. Dhe Perëndia do që në frymë dhe në të vërtet ta adhurojnë të gjithë adhuruesit që do të paraqiten që tani e tutje që ta adhurojnë Perëndin në frymë dhe në të vërtet. Kështu që tani është në çdo vend të botës ku ndodhet një zemër e një qenie njerëzore që e do Perëndin, aty është tempulli dhe aty është të kërkuarit të Perëndis dhe vendi për të kërkuar Perëndin në frymë dhe në të vërtet. Mirë, Zoti ju bekoft vlla. Do të lutemi dhe do të përshëndetemi dhe njëkohësisht do të lutemi edhe për kërkesat, për nevojat, për dëshirat e zemrës, për shërim, për mrekulli. Do t'i kërkojmë Zotit që të shfaqet me mrekulli dhe shenja, Ati shenjtë, Atë qellor, Atë i Zotit ton Jezu Krisht. Zoti fuqishëm, Perëndi fuqishëm, Mbreti fuqishëm, Bariu ynë hynor, Mbreti ynë i mbretërve, Zoti ynë i zotëve, Perëndia ynë, krijuesi i qejve dhe i tokës, Perëndia ynë që krijove universin, që sundon universin. Jemi përpara Teje, të falenderojmë, të japim nderin, lavdin dhe lëvdimin. Faleminderit për dashurinë tënde, faleminderit për mëshirën tënde. Faleminderit Zot, sepse jemi këtu, Zot, përpara Teje, sepse Ti po na dëgjon, po na sheh, sepse dorën tënde të fuqishme e shtrin mbi secilin prej nesh, mbi ne që kemi nevojë për Ty, për gjithë secilin Zot. Ti po jep bekime, shi bekimesh, me shërime, me mrekulli, me shenja, ashtu siç na ke premtuar Zot. Faleminderit Zot që dëgjon lutjen ton, përgjërimin ton.
kërkesat tona që kemi përpara Teje, nevojat tona, shpirtërore, materiale, dëshirat e zemrës. Zot, shtrije dorën tënde të fuqishme, jepi gjithsecilit sipas nevojës së tij, po ashtu sipas vullnetit tënd të shenjtë, Zot, dhe beko gjithsecilin, ngushëllo, begatoi. Zot, shtrije dorën tënde shëruese, bëj mrekulli dhe shenja ashtu siç ke premtuar, Zot. Çliro robrit, pastro, çliro, kput zinxhirët, prangat, gjërat që i mbajnë të lidhur, shkatro magjit, shkatro çdo mallkim të djallit, shkatro çdo vepër të ligë. Çliro, pastro çdo burr, çdo grua, le të marrin bekimin tënd, shërimin tënd, çlirimin tënd, ashtu siç e premton ti, Zoti im, ashtu siç ti gjithmonë ke premtuar. Çlirimin, Zot. Faleminderit, Zot, faleminderit që na dëgjon, sepse bekimet e tua janë të mëdha, të mrekullueshme janë veprat e tua, të mrekullueshme janë rrugët e tua. Faleminderit. Mbi të gjithë kam vendosur bekim ditën e sotme. Kam vendosur një bekim të veçantë në çdo zemër, në çdo jetë. Secilit i kam dhënë një pjesë të fuqisë time, të frymës time, dhe ju kam bekuar në mënyrë madhështore. Kam hequr kurthe, gjërat që ju mbajnë të lidhur dhe sëmundje. Ka pastrim të zemrës dhe pastrim të shpirtit për shumë prej jush, edhe pastrim fizik, shërime fizike, dhe shumë ndryshime dhe shumë shndrim në zemër. Jetë të reja do të shihen nga tani e tutje, sepse kam shndruar zemra. Kam ndryshuar mentalitetin e disave dhe kam shkatruar veprën e të ligut kundër atyre që janë të pamëshirshëm dhe që u bëjnë keq të tjerëve, që ju bëjnë të vuani, për t'ju varfëruar, për t'ju trishtuar, por të gjitha këto i kam hequr këto njolla, kam bekuar dhe kam pastruar. I kam dhënë fitore të mëdha gjithsecilit, shumë triumfe. Qëndroni të palëkundur, të fortë, të guximshëm, drejtësinë dhe sinqeritetin e zemrave tuaja, kërkoj, vazhdoni, ecni përpara, kini besim. Faleminderit Zot, faleminderit Atë i Shenjtë, faleminderit Atë qellor në emrin e lavdishëm të Jezu Krishtit, birit tënd të dashur, Zoti im. Faleminderit sepse ti je Perëndia ynë. Faleminderit sepse nuk e meritojmë mëshirën tënde, nuk e meritojmë dashurinë tënde, nuk e meritojmë fjalën tënde, Zot. Faleminderit për dashurinë tënde, faleminderit sepse mëshira jote është kaq e madhe. I bekuar dhe i lëvduar qoftë emri yt, i bekuar qoftë Zoti, i bekuar Zoti. Yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. I bekuar qoftë Zoti, falenderojmë Perëndin ton, nderi dhe lavdia për Perëndin ton. Shumë faleminderit, të dashur vëllezër dhe motra. Qortimi që ju bëra në fillim shërbeu, sepse zemrat u përgatitën.
dhe shikoni sa bekime të mëdha dha Zoti. Faleminderit Zotit, faleminderit Perëndis ton, sepse Zoti do zemra të pastra. Dhe kjo ishte ajo që sot bëri Zoti, pastroi zemrat. Zoti im ju bekoft të gjithëve, mirupafshim, faleminderit dhe Zoti ju bekoft.